Habit mjeku, jap se duhet të hani sallatë jeshile në dimër. Kjo është një nga cilësitë më të njohura. Sallata jeshile është një perime e pasur me antioksidues të cilat na ndihmojnë të dalim grumbullimin e yndyrave dhe është ushqimi më i mirë për të dobësuar. Ajo është mjaft shqetësuese dhe mund të krahasohet edhe me ilaçe të cilat kanë efekt shqetësuese për shëndetin duke qenë se ajo lufton stresin dhe është një mjekim mjaft i mirë kundër pagjumësisë. Sallata jeshile është e pasur me omega-3 dhe ujë, të cilat sillin mineralet e nevojshme në organizëm. Këto të fundit tonifikojnë qelizat e lëkurës tonë dhe japin asaj shkëlqim. Fal përmbajtjes së vitaminave B, konsumimi i shpeshtë i sallatës jeshile ju jep shkëlqim flokëve tanë. Kjo vitaminë gjithashtu ndihmon edhe kundër këputjes së flokëve.